Horoskopi ditor, 26 janar 2026, dashi, sot Neptuni hyn në shenjën tënde, dhe ky ndikim do të zgjas për një kohë shumë të gjatë. Ai sjell më shumë magji, mister dhe thellësi në jetën dhe personalitetin tënd. Ti e ke ndjer pak këtë energji muajt e kaluar, por tani ajo bëhet konstante dhe do të ndikojë tek imagjinata, idealizmi dhe spiritualiteti yt për vitet që vijnë. Ky tranzit do të ndryshojë mënyrën se si percepton botën. Do të bëhesh më i ndjeshëm ndaj energjisë së njerëzve përreth dhe ndaj detajeve të vogla të përditshmërisë. Temperamenti yt mund të ndryshojë më shpesh dhe tërheqja jote për mister dhe thellësi do të rritet. Do të dukesh më misterioz dhe tërheqës për të tjerët. Ndërsa do të ndihesh më i ëndërrueshëm dhe më idealist, ndonjëherë më pak praktik. Në momente, gjërat e zakonshme mund të duken të mërzitshme dhe mund të ndihesh i pasigurt kur nuk je i qartë për drejtimin tënd. Por ky është vetëm fillimi i një riorientimi. Ky tranzit mund të sjellë një qëllim më të lartë shpirtëror dhe mundësi të reja që do të ndihmojnë të rritesh dhe të zhvillosh brenda vetes. Sot, mënyra se si shprehesh është e qetë, por efektive. Një takim i rastësishëm ose një takim i veçantë mund të ndodhë dhe të jap një surprizë të këndshme. Demi, sot mund të përjetosh momente të veçanta ku kupton gjëra që më parë mund t'i kishe shpëtuar, ide dhe ndjenja që të japin qartësi dhe kuptim për përgjegjësitë tua. Neptuni hyn në shtëpinë tënde të 12 dhe ky është një ndikim që do të zgjas shumë gjatë. Ai do të forcojë gradualisht, por në mënyrë të thellë, intuitën tënde dhe aftësinë për të kuptuar gjërat përtej dukshmërisë. Ëndrat sot janë të gjalla dhe të rëndësishme. Ato mund të sjellin mesazhe ose kuptime që i ndihmojnë vendimet e tua. Do të ndihesh më i ndjeshëm ndaj sinkroniciteteve, shenjave dhe simboleve që shfaqen në jetën tënde, duke të bërë të besosh më shumë tek ajo që nuk shihet me sy. Hëna sot nxjerr në pa personalitetin dhe energjinë tënde shpirtërore, por është gjithashtu një ditë kur do të përfitosh duke marrë pak kohë për veten, për reflektim dhe qetësi. Ky hap pasiv nuk është humbje kohe, është një mënyrë për të rigjeneruar mendjen dhe shpirtin dhe për të ndërtuar besim tek intuita dhe ndjeshmëria jote. Binjakët, sot Neptuni hyn në një pjesë të re të hartës tënde, duke shënuar fillimin e një cikli afatgjat që do të sjellë më shumë ngjyra, imagjinat dhe frymëzim në jetën tënde shoqërore. Ky tranzit mund të bëjë të ndihesh një dëshirë e lehtë për të lidhur me një grup ose miq që ndajnë të njëjtat ideale me ty. Si rezultat, mund të tërhiqesh drejt miqve të pazakontë ose të situatave sociale që duken pak jashtë rutinës së zakonshme. Në fillim, mund të ndihesh pak konfuz për vendin tënd ose për pritshmëritë e të tjerëve. Është normale të mos jesh i sigurt se kujt i përket energjia jote apo si të organizosh marrëdhëniet. Ky fazë e parë ka të bëjë me riorientim dhe përshtatje me energjinë e re që po hyn në jetën tënde. Sot, mënyra më e mirë për të zgjidhur çështjet është indirekte, duke përdorur butësi dhe maturi. Mund të marrësh rolin e ndërmjetësit duke ndihmuar të tjerët të kuptohen më mirë. Është një ditë e favorshme për të falur, për të lënë pas situata të vjetra dhe për të parë njerëzit dhe rrethanat me më shumë dëmshuri. Përmes lidhjeve me të tjerët, mund të ndihesh më fuqizuar dhe më i lidhur me komunitetin tënd. Gaforja, sot Neptuni hyn në një sektor të ri të hartës tënde, duke nisur një cikël shumë afatgjat që prek reputacionin dhe karrierën tënde. Ky tranzit mund të bëjë të ndihesh pak konfuz ose të sjellë një shqetësim të brendshëm rreth drejtimit të jetës. Nëse zakonisht mbështetesh te një plan i qartë dhe i detajuar, tani mund të ndihesh disi i humbur derisa të përshtatesh me energjinë e re, rrethanat e pazakonta, sinkronicitetet, ose një dozë misteri mund të lidhen me punën ose figurën publike që të përfaqëson. Njerëzit shpesh mund të shohin jo siç je ti vërtet, por siç ata duan të jesh, dhe është më mirë të mos ushqesh këtë perceptim. As direkt e as indirekt, një anë pozitive e këtij tranziti është se ai sjell më shumë imagjinat dhe kreativitet në jetën profesionale dhe publike. Zgjidhjet për çështjet e punës apo të biznesit shpesh nuk do të vinë nga metoda të ngurta dhe të strukturuara, por duke i dhënë hapësirë intuitës dhe ndjesisë së brendshme. Sot mund të shohësh rrugën tënde me sy të rinj dhe një ndjenjë fuqie lind kur lidhesh me njerëz që ndajnë të njëjtat ideale dhe vlera me ty.
Luani, sot Neptuni hyn në sektorin tënd shpirtëror, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që sjell thellësi, frymëzim dhe një ndjeshmëri të veçantë në jetën tënde. Ky është një moment i fuqishëm për të përqendruar vëmendjen tek mësimi, kurset, trajnimi ose shpreha e vetes përmes fjalës dhe komunikimit. Njerëzit janë veçanërisht të interesuar për atë që ke për të ndarë, qasja jote ndaj jetës dhe mënyra si e sheh botën po ndryshon. Në vitet që vijnë do të jesh më i hapur ndaj filozofive të pazakonta, mistike ose shpirtërore. Ndikimi i Neptunit të bën pak më të ndjeshëm dhe të prirur për të prekur lehtë nga energjitë përreth. Personaliteti yt sot duket misterioz, i butë dhe tërheqës dhe të tjerët ndjejnë më shumë dëmshuri dhe sinqeritet në mënyrën si vepron. Kjo periudhë favorizon kërkimin e miqve ose të dashurve që ndajnë shpirtin tënd, dhe një interes i ri apo i thelluar për artet, sidomos ato që lidhen me emocionet, mund të lindë. Mund të ketë pak konfuzion në çështje udhëtimesh, ligjore ose arsimore, por kjo nuk duhet të shqetësojë. Kur mendja të lodhet nga rutina ose gjërat e thata, lejoje të endet lirshëm. Kjo është mënyra për të nxjerrë ide dhe frymëzim. Virgjëresha, sot Neptuni hyn në shtëpinë tënde të tetë, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek marrëdhëniet intime, ndarjen dhe çështjet e përbashkëta financiare. Në periudhën që vjen, mund të hasësh pak paqartësi ose situata të paqarta rreth parave të përbashkëta, pronave ose detyrimeve që ndahen me të tjerët. Nga ana tjetër, mund të ndodhë diçka e papritur dhe ndoshta misterioze, si një hua, ndihmë financiare ose mbështetje që shfaqet nga burime të papritura. Marrëdhëniet intime mund të jenë shumë të pasura, me elemente shpirtërore ose imagjinative, por gjithashtu mund të jenë të ndërlikuara ose pak të mistershme. Kufit mes asaj që është e jotja dhe asaj që i përket dikujt tjetër mund të bëhen më të paqarta gjatë këtij tranziti. Për shembull, partneri mund të ketë financa të paqëndrueshme, ose dhënia e një huaje mund të shërbejë si një mësim për durim dhe fleksibilitet, edhe pse mund të ketë paqartësi. Jeta jote e brendshme dhe marrëdhëniet intime do të zhvillohen në mënyra të pazakonta, krijuese dhe frymëzuese. Mund të eksplorosh mënyra të reja për të menaxhuar çështjet financiare ose për të ndarë burime. Energjitë e sotme janë veçanërisht të favorshme për hulumtim, punë të paplanifikuar ose kreative dhe për të ndihmuar të tjerët, gjë që mund të sjellë kënaqësi dhe përmbushje. Peshorja, sot Neptuni hyn në shenjën tënde të kundërt, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek partneritetet dhe marrëdhëniet e ngushta. Në vitet e ardhshme, mënyra se si e sheh bashkëpunimin dhe lidhjet personale do të ndryshojë dhe do të evoluojë gradualisht. Në këtë periudhë mund të ndihesh pak e pasigurt për marrëdhëniet e ngushta, ose të duket se partneriteti është i parritshëm. Megjithatë, kjo është gjithashtu një kohë e favorshme për të eksploruar koncepte të reja mbi marrëdhëniet dhe për të mësuar më shumë për mënyrat se si lidhet me të tjerët. Kini kujdes nga prirja për të tërhequr njerëz që duket se kanë nevojë për shpëtimin tënd, sepse kjo mund të krijojë varësi ose situata të paqëndrueshme. Ideale është të lidheni me partnerët në një nivel imagjinativ dhe frymëzues, duke kuptuar se nuk mund të kontrollosh tjetrin dhe se ai nuk duhet të ndjek një skenar të caktuar. Energjitë e sotme të nxisin të shikosh gjërat ndryshe, projektet, argëtimin, marrëdhëniet dhe nevojat e tua emocionale mund të marrin një pamje të re. Ky është një moment për të zgjeruar mendjen dhe për të përjetuar marrëdhënie me më shumë hapësirë, fleksibilitet dhe mrekulli. Akrepi, sot Neptuni hyn në një sektor të ri të hartës tënde, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek përditshmërinë, zakonet dhe kujdesin për mirëqenien tënde. Gjatë kësaj periudhe mund të ndodh pak paqartësi ose ndryshime në rutinën e zakonshme, por kjo është pjesë e procesit të evolucionit dhe të pranimit të metodave të reja që mund të sjellin përfitime të mëdha. Puna e përditshme mund të të çojë drejt shërbimeve me dëmshuri, aktiviteteve bamirëse ose profesioneve që ndihmojnë të tjerët. Ndikimi i Neptunit mund të bëjë që të ndihesh më pak i lidhur me rutinat strikte dhe më shumë i orientuar nga nevoja shpirtërore brenda teje.
Duke lënë pas ato zakone që nuk shërbejnë më, gjatë kësaj periudhe mund të ndihesh më i lidhur me përditshmërinë dhe më i motivuar të kujdesesh për veten, trupin dhe mendjen. Është një moment i mirë për të futur imagjinat në punët dhe detyrat e përditshme. Nuk është koha për të insistuar te detajet strikte, aktivitetet më të lira, kreative dhe fleksibile do të japin rezultate më të mira. Sot do të ndihesh mirë me veten dhe marrëdhëniet që ke. Lejo natyrën tënde të butë dhe sentimentale të shfaqet, sepse kjo do të rrisë lidhjen me të tjerët dhe do të sjellë kënaqësi të vërtetë. Shigjetari, sot, me hyrjen e Neptunit në një shenjë harmonike, po ndodh një ndryshim i butë drejt asaj që vlerëson më shumë tek njerëzit përreth teje. Ky është një ndikim afatgjatë që do të zhvillohet gradualisht, por do të ketë ndikim të madh në jetën tënde. Nën këtë energji, je më i ndërgjegjshëm për fuqinë e emocioneve, prekjes, thellësisë dhe dëmshurisë në marrëdhëniet personale dhe në botën rreth teje. Këto aspekte do të transformohen në mënyrë të dukshme gjatë viteve në vijim. Imagjinata jote rritet dhe mund të ndihesh i tërhequr nga hobi artistik, projekte krijuese ose çdo aktivitet që ushqen shpirtin dhe frymëzimin. Në dashuri mund të jesh më idealist dhe të tërhiqesh nga kënaqësitë dhe përvojat që frymëzojnë. Sot je i gatshëm të merresh me të gjitha detajet e vogla që ndihmojnë që dita të ecë pa probleme. Qoftë që të tjerët e vlerësojnë për ndihmën që ofron, qoftë që të njohin kontributin tënd, ndihesh i kënaqur duke punuar me përkushtim. Kjo është një ditë për të ndjerë kënaqësi nga përpjekjet e tua dhe nga rendi që krijon në jetën e përditshme. Britsjapi, sot Neptuni hyn në shtëpinë tënde të katërt, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek jetën familjare, shtëpinë dhe lidhjet me të afërmin. Gjatë kësaj periudhe mund të ketë pak paqartësi ose konfuzion rreth marrëdhënieve me të kaluarën, familjen ose ambientin tënd të brendshëm. Ky ndikim synon të ndihmojë të kuptosh më thellë këto lidhje dhe të krijosh harmoninë brenda vetes dhe shtëpisë, ndër veprimet me të afërmit mund të jenë më idealiste se zakonisht dhe mund të ndihesh më i butë ose më i hapur emocionalisht. Një qëndrim jo shumë i angazhuar në marrëdhëniet personale mund të jetë pjesë e temës së kësaj periudhe. Ndërsa kërkesa për pushim dhe rigjenerim rritet, ambientet e jetesës mund të ndryshojnë ose të jenë në proces adaptimi, dhe lëshimi i disa objektivave materiale ose shqetësimeve të panevojshme mund të jetë i dobishëm dhe shërues. Relaksimi, pastrimi i trupit dhe mendjes dhe krijimi i një atmosfere qetësie në shtëpi sjell përfitime të mëdha. Gjatë kësaj kohe mund të kërkosh një qëllim më të thellë ose kuptim në jetën familjare dhe ambientin tënd të brendshëm. Sot mund të sjellësh një perspektivë të re tek aktivitetet krijuese ose pasionet e veçanta, duke i parë ato me një sy më të ndjeshëm dhe frymëzues. Ujori, sot Neptuni hyn në një shenjë të re, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek mënyrën si komunikon dhe shpreh veten. Gjatë viteve në vijim, do të mësoni të mbështeteni më shumë tek intuita dhe ndjesitë e brendshme, edhe kur detajet praktike ose faktet të vogla mund të duken të neglizhuara. Mund të ndodhë që të jesh më pak i rregullt në përditshmëri ose të hasësh vështirësi për të shprehur mendimet saktësisht. Megjithatë, këto sfida të vogla mund të çojnë drejt një kuptimi më të thellë të formave artistike që eksperimentojnë me mënyra të ndryshme shprehjeje. Imagjinata jote do të rritet dhe fjalët që përdor mund të jenë më poetike. Frymëzuese dhe tërheqëse për të tjerët, sot je më i prirur të qëndrosh pranë gjërave dhe aktiviteteve të zakonshme. Nevoja për ndjenjën e përkatësisë dhe sigurisë që po ndjen tani është pjesë e ciklit natyror të hënës. Kujdesi për këtë nevojë për rehati dhe njohje do të përgatisë për periudha më shprehëse dhe shoqërore që do të vinë. Peshqit, sot Neptuni largohet nga shenja jote, duke nisur një cikël shumë afatgjatë që prek financat dhe vlerat personale. Gjatë kësaj periudhe, mënyra se si e sheh paratë, pasuritë dhe atë që e çmon më shumë do të ndryshojë gradualisht. Mund të ndodhë që të jesh pak i pakujdesshëm me financat ose pronat, ose të ndihesh i pasigurt për mënyrën si i menaxhon, por kjo është pjesë e procesit të kuptuarit të asaj që vërtet ka vlerë për ty. Ky tranzit mund të sjellë ide të reja dhe kreative për të fituar para ose për t'i menaxhuar më mirë ato.
Megjithatë, është e rëndësishme të kesh kujdes me investime të rrezikshme ose situata që mund të duken mashtruese. Qëllimi i Neptunit është të ndihmojë të shpërbësh rigjitetin në mënyrën se si fiton ose përdor paratë, duke të hapur për mundësi dhe zgjidhje më të frymëzuara. Sot ke një aftësi të veçantë për të menduar jashtë kufive, për të gjetur mënyra të reja për të përmirësuar imazhin tënd, financat ose të ardhurat. Kreativiteti dhe vizioni yt janë më të fortë se zakonisht, duke të bërë të veçantë në gjetjen e mundësive të mençura dhe të frymëzuara.